Keni bërë disa deklarata të forta për ndryshimin e kufive, rikthimin e Shqipërisë në artën historike. Ne jemi vëndantar i NATO-s, vend që synojmë ty në be. Nuk mendoni që këto deklaratat të tilla mund të shqetësojnë, mund të japin pasoja për integrimin, pasoja se ne jemi antar të NATO-s? Si do kthehet Shqipëria në kufit natyral? Se ju thoni do bëjmë Shqipërinë e madhe. Është një term që kjo shqetësim të aleatët. Shqiptarët duhet ta dinë mirë, 1922 ka ardhur presidenti, ambasadori i parë amerikan në tokën e Shqipërisë. Këtë ka sill familja me gjyshim, ka qenë me të njëjtin universitet. Pra, çfarë është bërë plani, e nxjerr planin tash, e nxjerr çfarë është bërë plani për të bërë Shqipërinë me kufi natyror. Po Shqipëria nuk pati fat, sepse u hap lufta e dytë botërore, Churchilli me Stalinin e firmosi dhe dha, po ti nxori dhe NATO. NATO nuk e ka futur as Berisha dhe as Nanua. NATO e ka futur Bushi dhe unë personalisht jam këtu.